E nisi në Ligën D, e tash përfaqësuesja e Kosovës në futboll do të luajë në Ligën B të Ligës së Kombeve. Krejt kjo ngritje u bë për 7 vjet. Kosova e mposhti Islandën në ndeshjet e play-offit. Fillimisht në Prishtinë duke mposhtur 2-1 e pastaj në ndeshjen e kthimit në Spanjë 3-1 për të ngjitur në Ligën B. Kosova u antarësua në UEFA në vitin 2016, ndërsa Liga e Kombeve u themelua 2 vite më vonë. Që nga atëherë janë zhvilluar 4 edicione të këtij kompeticioni, po aq herë sa ka marrë pjesë edhe Kosova. E tash, Kosova do të jetë në mesin e 32 kombëtarëve më të mira të UEFA-s. Por cili ishte historiku i Kosovës në këtë garë deri më tani? Fillimisht duhet të dihet që Liga e Kombeve u formua që të rritet konkurenca dhe të jepet mundësia kombëtarëve më të vogla të arrijnë objektiva më të mëdha. E pikërisht këtë gjë ishte gati ta bënte Kosova kur ju ofrua kualifikimit në kampionatin evropian të vitit 2020, duke fituar grupin në Ligën D. Fituesit e grupeve në këtë ligë shkuan në mini turneun me 4 ekipe. Fituesi i këtij mini turneu do të shkonte në kampionatin evropian, por mini turneun e fitoi Maqedonia e Veriut. Në 3 edicionet pasuese, Kosova garoi në Ligën C. Në edicionin 2020-2022, Kosova doli e treta në grup, ndërsa në edicionin 2022-2024 doli e dyta. E dyta doli edhe në edicionin e katërt. E falë rregullave të reja, Kosova luajti në play-off, ku mposhti Islandën dhe kaloi në Ligën B. Çka mendoni? A do të ketë tash Kosova sukses në Ligën B? Na tregoni në komente.